Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të diskutuar për filmin i cili priteshte me shumë dashuri nga publiku, filmi i Kiarës edhe Luizit. Luizeli dhe Kiara ditë më parë, do me thënë vetëm 2 ditë më parë, kanë sjellur një trailer i cili u mirëprit, u komentua shumë dhe u përfol me shumë dashuri nga publiku shqiptar. Ky trailer deri më tani ka marrur 14.200 lajka, 1.113 repost, do me thënë për ta parë fansat e tyre, dhe 4.563 share. Dhe Kiara Tito ka shkruar që në shkurt të 2026-ës ky film do të jetë në kineman shqiptare, në kineman në Cineplex, nga Bjort Mezini, Claudia Brahimaj dhe Kiara Tito. Në Cineplex të Kosovës do t'jepet për e herë të parë ky film. Më pas, Luizeli pas kësaj gjëje ka postuar një fotografi ku shkruan I don't care. Dhe fotografia ka marrë po ashtu do me thënë 5.000 lajka të plota. Tani, çfarë po ndodhen me çiftin dhe pse Luizi dhe Kiara u detyruan që të mbyllin komentet tek videoja e filmit nga komentet e shumta të urrëties edhe të inatit që kishin. Tani, për ta komentuar një film edhe për të dhënë versionin në komentet e atij filmit, nuk mundemi të bazohemi nga një trailer i cili është 14 sekonda, që është thjesht një moment i ngritjes së kokës së Luizit edhe që flet. Nuk mund të bazohemi nga kjo. Kiara Tito nuk është se ka folur në për intervista se çfarë ky film përmban brenda. Luizi nuk është se ka folur në për intervista se çfarë ky film përmban brenda. Thjesht e dim që po bëjnë një film. Thjesht e dim që kanë nxjerrë një trailer, thjesht e dim që në shkurt të vitit 2026 në kinema do të shohim një film. Tani, inati dhe mlefi i grupacioneve të hapura kundër drejt Luizit dhe kundër drejt Kiarës, sepse ne jemi një popull që kur dikush punon dhe kur dikush shikon punën e vet, shikon familjen e vet dhe punon me shumë intensitet, që në këtë rast Luizi dhe Kiara merren vetëm me jetën e tyre dhe të askujt tjetër, me patjetër që do të vinë thika që ti nuk i pret dhe me patjetër që duhet të jesh i fuqishëm që ti përballosh ato thikat. Kjo gjë jo se ka ndikuar negativisht te Kiara dhe Luizi, por ka ndikuar te mundësia që fansat të japin atë ndjesinë dhe dashurinë e tyre për këtë film dhe për ta parë çiftin sa më të lumtur bashkë dhe në këtë film. Unë mendoj që Kiara dhe Luizi po bën një punë jashtëzakonisht të bukur. Këto komente kanë ardhur nga Instagrame fake, nga këto Instagrame që unë i quaj njerëz pa identitet, dhe këto njerëzit pa identitet, me patjetër që do me thënë, kur ti ke sukses, kur ti hec përpara, kur ti ndërton imazhin tënd, këto do të dëmtojnë, këto do të gjuajnë dhe këto do të shkatërrojnë edhe psikologjikisht, dhe do me thënë, Kiara dhe Luizi po përballen me këtë betejë. Nuk është era e parë për çiftin që po përballen, është e disa ta herë do me thënë që Luizi dhe Kiara përballen me këtë betejë. Unë them që ne si popull duhet të mbështesim njerëzit të cilët punojnë dhe njerëzit të cilët tregojnë vlera. Jo atë njerëz që tregojnë budallaliqe në për rrjete sociale dhe në për reality show për t'i mbështetur. Dhe në këtë mes flas për fansat e Luizit, që asnjëherë mos hiqini dorë sepse ne do të shohim një film shumë të bukur. Më besoni, nga informacione që kam unë do shohim një film komedi në jetën që ne kalojmë, në përditshmërinë tonë ku humori ka filluar të humbën, portokallia, le ta themi në këtë formë, ka filluar të mos ketë më forcën e buzëqeshjes. Më besoni që po na vjen një film shumë i bukur. Andaj le ta presim me shumë dashuri, le ta presim me shumë duartrokitje dhe le ta mbështesim këtë çift i cili po na fal energji të bukur çdo ditë. Luizi dhe Kiara së shpejti do ta sjellin filmin e tyre të ri, që në fakt për emrin akoma s'kan vendosur, por janë në fazat e fundit. Filmi akoma po xhirohet, xhirimet janë akoma aktive, më pas do të merret me montazhin dhe në shkurt të vitit 2026 gjithçka do të jetë e qartë. Dyshohet se do të jetë data 14 shkurt.